si trajtohet çështja nëse jemi për shembull në fillimin e Ramazanit. Jemi në fillim të Ramazanit ose në fund të muajit Sha'ban. Edhe si trajtohet çështja? Janë dalë njerëzit në shtete të ndryshme, vende të ndryshme, janë dalë me pohonën. Fillon muaji Ramazanit kur shihet hona e re, a kështu? Na përmend? Ndërsa tashti, si trajtohet çështja? A duhet me po kështu tham që do ta përmendi për sot? A duhet me po në çdo shtet, çdo vend me pohonën vet? A mjafton një dikush me pohonën kudo që ta shën në botë, edhe këtë bota islame pasaj. Janë të obligum me agjeru, apo banë edhe me po dikush në një shtet tjetër, por nuk janë shumë të largë me atë shtet. Si trajtohet që këtë çështje? Thonë drejten, juristët islam, fuqahat islam, dietarët islam, nëse i merr me mod kështu me shumicë dhe pakicë, shumica e dietarëve të 4 mëdhëbeve, shkollave juridike, shumica e tyre, a di si kanë thonë? Shumica e tyre kanë thonë se nëse shifet hona me një shtet krejt larg, e kanë po muslimanën në qatë vend, obligohet krejt gëlubi, krejt ruzullit të kësor prej muslimanëve obligohen me agjeru muajin e Ramazanit. Pavarësisht a ka po çaj njëshi, a ka po në Turki, a ka po në Saudi, a ka po në Amerikë, a ka po kënena në Holland, kudo që ta ketë po, duhet me agjeru krejt, vjen lojmi sakt që e posh honën edhe duhet me agjeru në tana vendet e botës pastaj. Kështu kanë shumica e dietarëve të këtij mendimi thonë drejtën. Prandaj nuk është e nevojshme kur këshyhet ky mendim, nuk është e nevojshme më shumë trazira, nëse për shembull do të ndal me po në Saudi, me po honën dhe pa në honën dhe na nismi me po mje në honës në Saudi. S'ka nevojë më bësh shumë e madhe për shkak se kjo është e njoftur në jurisprudencën islame. Ose tjetën e kanë po në Turki, ose kështu më radh. Dhe thanë, ku po mbështetemi? Na thanë po mbështetemi tek fjala e pejgamberit, hadithin që e patëm përmend. Kur tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, idha ra'aytumuhu fasumu, ju ose kur ta shihni honën, ju agjerani. Nisnja, agjerimi si ta shihni honën. Pra nuk caktoi. Ky hadithi nuk e caktoi se në cilin vend, në cilin shtet. Kudo që shifet pra hona, nisnjani agjerimit. Kjo është mendimi i parë dhe i shumicës. Dhe plot të drejtën dietar fillimisht është shumicës e dietarëve. Pastaj edhe plot prej bashkëkohorëve e kanë po këtë më të saktën. E qartë është mendimi i parë. Mendimi i dytë, thanë na nuk po përshtatemi, nuk po pajtohemi shumë me këtë mendimin e shumicës e dietarëve, por son një herë po i përmendi pak mendimet tani o tregoj se cila është më e afërta që na hecim me ta. Disa prej dietarëve thanë jo, nuk jena të këtij mendimit shumicës. Po çfarë jeni? Thanë na çdo njëri prej agjeron me të vendit vet. E ka po në vendin e vet, është po hona në vendin e vet, me to hic. Me to agjeron. Nuk na intereson fort a kanë po i lart dikon, bie fjala atje në Amerikë, a kanë po ose kanë po, nuk na intereson këshymi vendi jon, a ka po ose ka po. Kështu, dhe ti mendimi, Ibn Mundhiri, kur i ka përmend disa dietarë se kush janë të këtij mendimi, ka thonë se janë Ikrama prej tabiinëve, Al-Qasim, pastaj Salim, Ishaq ibn Rahuja dhe disa të tjerë ka përmend se emra dietarëve të mëdha që kanë hecë me këtë mendim. E i thanë, e ju ku po mbështeteni me këtë? Ta na po mbështetemi me rastin e Kurajbit, një prej shërbëtorëve të Ibn Abbasit, i cili shkoj mja kry Ummul Fadlit një punë Sham. Këta ishin Medinë. Shkoj mja kry një punë Sham. Por kur shkoj, fillimi mujt e zuni atje në Sham. Atje ishte Muavija, sahabit të tjerë dhe fillimi i mujt e zuni atje. Dhe kur u kthy dhe ishte natë gjumaje, ose afër gjumajës, kur u po hona. Në gjumo dolën e panën honën.
Në gjumon dolen e panën honën. Edhe ja nisën shomi me agjeru në atë zaman. Kur erdhë këtë mas një muje, gotin për fundimin e këtë të Ramazanit, kur erdhë e takoj Ibn Abbasi, edhe Ibn Abbasi i tha, kuj tha Ibn Abbasit, na tha, pa të mdolë në gjumon edhe këna pohonën, ja këna nisë me agjeru. Na dhe njerëzit e kum po thonë vetë, unë e kum pohonën dhe njerëzit e tjere kanë po edhe vetë Muavija është i pejgamberit, dhe shkruesi wahjit, shpolljes. Tha, na këna po, ja këna nisë me agjeru. Ibn Abbasi që tha? Ja, dhe tha, na edhe sët pe bojna shtes, pe plëtsujna 30 të Ramazanit se na halesa këna po. Mërë tha, pa nuk po të mjaftën që ka po Muavija atje, më shtet tjetër, se pe binxarin, me ka dhu shteti tjetër. Se këta thanë, këta grup djetarësh, ta një veç me po të shtetit tanë. Tha nuk mjaftën Muavija, jo të së mjaftën, tha se na kem tonën këtu veç, YouTube na tonën, ose ata kanë të vetën në Sham, në Medinë kem tonën, kështu na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kjo është argumenti i këtij grupit të dietarëve. Ndërsa një grup tjetër dietarësh, si disa e kanë prunë një mendim të tretë dhe ndoshta ky mendimi i tretë është më i qelluari. Ju këtu unë ja përmenda asje kur të hasnin tu, mos mu çudite para, edhe me pos një respekt për mendimin e tjetrit kur përmendet, e qartë, ndërsa ju e moni men veç ato ma kryesore. Cila është ma kryesore? Ajo është mendimi që kanë hesur mëdhebi Shafi'i, pasaj disa djetarët mëdhebit Hanefi, disa të mëdhebit Maliki, edhe më të saktën që këtë fjalë e ka po edhe Shejkhul Islam Ibn Taymiyah, edhe shumë prej bashkohorëve hesin me këtë mendim. E mendojmë që kjo është i saktë, e cili ky është se nëse shifet hona edhe me një shtet jashtë shtetit tënd, edhe nëse shifet hona me një shtet jashtë shtetit tënd, për shembull, në këtë rast rrethën tonë, bie fjala shifet hona në Shqipëri, ose në Maqedoni, ose në Turqi, ose në Saudi. Edhe nëse shifet jashtë shtetit tanë shifet hona, por nuk kanë shumë dallim, nuk kanë dallim në lindje dhe në perëndimin e diellit, ose në dallime të vogla në lindje dhe në perëndim. Tanë e ju më shku larg, për shembull më shku atje në Kinë, atje bën vakia, ose në Amerikë larg, atje i ka një 2-13 orë, aso i ka vënes lindja diellit prej neve dhe perëndimi. Kështu që larg më shku jo, por edhe nëse është jashtë në shtetit tanë, më rëndësi është lindja dhe perëndimi i diellit me kon i përafërt me të vendit tanë. I përafërt me të vendin tanë, dhe kjo është ma e qelluara, me thonë drejtën, për shkak se nëse këshir me pajtimin e dietarëve është nëse lind dielli në qyshin e botës kënejna, nuk dënë të thëtë që ka fillu dita agjenimin në qyshin tjetër botës. Të ruzullit të kësor. Për kjo është të konkluza e kësajna se kur duhet me fillu Ramazanin. Dhe ajo se, apo do ka me po çdo shtet, ajo konkluzën e prënëm se edhe nëse unë shtetin tanë, ose me një shtet tjetër, por që lindjen edhe perëndimin nuk e kanë të largët njëra me tjetën, atëherë, ku do që të shifet hona në qëtë vende, fillohet agjerimi mujtë të Ramazanit, dhe njëherit fillohet ose bëhet edhe prishja, edhe përfundimi i mujit të Ramazanit.